Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi takon Zotit, paqja qoftë mbi të dërguarin Muhammed alayhi salatu wassalam. Inna fatahna laka fathan mubina. Ky ajet madhështor na kujton një ngjarje historike dhe madhështore që është çlirimi i Mekës, i cili çlirim ndodhi pikërisht me 8 Hijri sipas kalendarit diellor 630 me 20 Ramazan, pra ndodhi një ngjarje madhështore, pra u çliru Meka nga idhujtaria dhe hynin njerëzit turma në fenë e Zotit. Allahu xhelle shanuhu na tregon mjaft bukur në surën Nasr, ku thot i madhëshmi Allah, Bismillahirrahmanirrahim, idha jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Dhe i shihje pra, për kujtone ku erdhi fitoria, erdhi ngallëdimi, erdhi fitoria madhe, dhe i shihje njerëzit turma duke hyrë në fenë e Zotit, të dëlirë dhe të pastër me shpirtat e tyre fisnik. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, pasi u rikthye si fitues dhe triumfator me të hyrë në Mekë, u bëri me dije se kush hyn në shtëpinë e Abu Sufjanit është i sigurt. Kush e mbyll derën e shtëpisë së tij është i sigurt. Të gjithë janë të sigurt. Dhe ju tha të gjithë dhe jeni të falur. Pra Muhamedi alayhi salatu wassalam nuk u hakmor, nuk ishte hakmars, edhe pse ata e përzun nga shtëpia e tij, nga dheu i tij. Allahu e mësoi të dërguarin ton, siç e na mëson dhe ne në surën Fusilet ajeti 34, që të keqen duhet ta kthejmë me të mirë, sepse edhe armiku juaj do të bëhet pra menjëherë mik i ngushtë. Islami nuk e lejon hakmarrjen, dhunën nuk e lejon. Islami i bukur, la ikraha fid din. Pra nuk ka imponim, nuk ka dhunë fen ton. Dhe padyshim që erdhi vërteta, si një xhevahir i çmuar, si një tuf me lule, vinte aroma e besimit në Mekë, ku adhuroheshin 360 idhuj, ku njerëzit kishin rënë në një errësirë, në një gjumë të thellë letargjik. Pejgamberi alayhi salatu wassalam pra i pastroi atë vend të bekuar, atë qytet të sigurt, atë bilad, pra e pastroi nga idhujt, i largoi ato dhe dashti Allahu ja u pranoi pendimin gjithë atyre burrave e grave fisnike që arritën ta çlirojnë Mekën nga idhujt e rrejshëm. Çlirimi i Mekës është një çlirim pra nga errësira. Muslimanët fituan pas shumë sprovave të mëdha. Për kjo ngjarje e madhe pra në Ramazan. Idhujt u shemben, por edhe sot ne duhet i shembim ata idhuj. Sepse edhe sot ne duhet besojmë një Zot dhe jo të besojmë statuja dhe gjërat e vdekura. Historia e çlirimit të Mekës reflekton pra edhe sot që të shlirohemi nga idhujtaria dhe paganizmi dhe errësira e trurit. Është gjë e bukur, sepse sa herë që na kujtohet kjo ngjarje, na kujtohen fshatrat tona, na kujtohen vendet tona, ku kemi ecur me këmbët tona, ku walillahi alhamd, me lejen e Zotit, pra kemi thirrur ezanin edhe në disa vende që ndoshta ka pasur dekada që nuk është thirrë ezani në ato vende. Ndoshta
ka shkuar dhe gjysmë shekulli pa u thirrë ezanin ato vende ku ne kemi thirrë ezanin. Andaj, ezani është çlirimi i shpirtit dhe mendjes, sepse të thret në shpëtim. Hayya alal falah, eja në shpëtim. Dhe kur çliru Mekja, Bilali thirrë ezanin, besimtarët u falën dhe ju drejtuan Allahut me lutje, me lot në sy, pasi u rikthyen në tokën e tyre, në dheun e tyre. Meka është vendlindja e Muhammedit a.s. Mirë po çdo njëri prej nesh kemi nga një vendlindje, qoftë në fshat apo në qytet ku kemi lindur. Dhe çdo njëri prej nesh që i falim 5 vakte namaz, e kemi obligim që në vendlindjet tona ta përhapim këtë amanet që e përhapi dhe Muhamedi a.s. Ky amanet që na është dhënë ne si krijesat e Zotit, si khalifetun fil ard. Prandaj çdo njëri prej nesh në vendet tona, kudo që jetojmë, kudo që punojmë, me sjelljet tona të mira, me veprimet tona të mira, me urtësitë tona, ne duhet japim mesazhe të mira, çliruese. Mesazhe çliruese, jo mesazhe penguese. Çlirimi nga errësira dhe largimi pra nga paganizmi. Ky është çlirimi i vërtet. Dhe kjo është fitoria e vërtet. Pra të largohemi nga errësira. Dhe të hapim librin Kur'anin, ku është manual zgjidhës i kësaj bote dhe botës tjetër. Ky libër që është oqean i pashtershëm i diturisë. Oqean i pashtershëm që sa herë që zhytesh në këtë oqean dhe thellohesh në të, pra merr diçka aty. Dhe tamam kur ti mendon se ke marrë diçka, ti jep me kuptue që do të marrësh edhe diçka tjetër. Andaj vëllezër, besimtar dhe besimtare, motra dhe vëllezër, kudo që jeni, kjo ngjarje e madhe historike e çlirimit i Mekës është që edhe ta çlirojmë shpirtin ton këtë muaj të Ramazanit nga ignoranca, nga paullësia, dhe shpirti jonë të jetë i mirë, të jetë shpirt bamirës, mendja jonë të mendoj mirë dhe ne të veprojmë punë çka Allahu është i kënaqur me ta. Të mendojmë mirë, të flasim mirë dhe të veprojmë mirë, kjo është çlirimi i vërtet dhe shkon simetrik pra me këtë ngjarje madhore. Sepse kjo ngjarje madhore na rikujton ne se duhet të çlirohemi nga xhelozia, nga menjëmallësia, nga paragjykimi ndaj tjetrit, të mos paragjykojmë njerëzit, që mos ju hym hak njerëzve, dhe të mundohemi të jemi ndihmëtar të punës së mirë, kudo që jemi dhe kudo që shkojmë. Allahu ju shpërbleft dhe agjerim të lehtë. Selam aleikum.